Ish luftëtari i UÇK-s Dritan Goxha ka folur lidhur me protestat që e kanë pushtuar tashmë Serbinë pas humbjes së 15 jetëve nga shembja e një streja në stacionin e Kurudor më 1 nëntor të vitit të kaluar në Novi Sad. Kërkesë kryesore e protestuesve është përgjegjësia politike dhe penale për tragjedinë e Novi Sadit, pra rrëzimi i regjimit Aleksandar Vučić. Goxha e ka shpjeguar më tej në pikpamjen e tij atë çfarë po ndodh në kryeqytetin e Serbisë, ku mbrëmjen e dieshme u mbajt një nga protestat më të mëdha që nga viti 90. Vendi ku ndodhi rrëzimi i strehës së betonit ishte në Novi Sad, dhe kjo është qendra e Vojvodinës dhe Serbia është e ndarë më dysh, nga Beogradi e lart dhe nga Beogradi e poshtë. Edhe në flamujt e paraqitur gjatë protestave shihen flamujt e Serbisë dhe Kosovës bashkë, pra shihet një aleancë e ortodoksisë që ka bërë Miloševići në vitin 1994 me vizitën që bëri në Athinë, midis ortodoksisë serbe, greke dhe ruse kundër shqiptarëve. Shihet si shqetësuese, por nuk është as pak e tillë. Nëse serbët duan të jetojnë brenda etnisë së tyre, atëherë pse shqiptarët mos të kenë një shtet të tyre etnik? Në rast se e kërkojnë ata, kjo do të ishte një parakusht i joni në bisedimet e reja që do udhëhiqen nga BE nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në rast se Serbia mbështet Dodik, automatikisht dhe ne duhet të kërkojmë të njëjtën gjë, qoftë për shqiptarët në Preshevë, qoftë për ata në Kosovë, tha Goxha.